Qeveria amerikane përmes fondit të ambasadorit për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, fond ky i themeluar në vitin 2000 nga Kongresi Amerikan me qëllim të përkrahjes së trashëgimisë kulturore në botë, ka financuar projektin për restaurimin e kalas antike të Vushtresë. Minister, Mayor, representatives from the... Faleminderit Sali për prezentimin, zotri Ministër, zotri Kryetar Mulako, faleminderit anëtar të komunitetit, OEQ-ve, student, qytetar. Kam kënaqësinë të inauguroj zyrtarisht fillimin e punëve restauruese këtu në kalon e Vushtrisë. Qeveria amerikane, qeveria ime, do të financoj këtë projekt përmes fundit të ambasadorit për ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Fond ky i cili u themelua në vitin 2000 nga Kongresi Amerikan me qëllim të përkrahjes së trashëgimisë kulturore në botë. Kosova është përzgjedhur për financim në këtë program që nga viti 2005. Nderuar kryetar, zoti Mulako, nderuar zoti ambasador, zoti Murphy, nderuar zoti Shoshi, të nderuar mysafirë qytetar të Vushtrisë, është një kënaqësi e veçantë për mua që sot të marr pjesë në inaugurimin e një projekti për konservimin dhe mbrojtjen e kalasë së Vushtrisë, e cila konsideroj është një ndër objektet më të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore dhe historike. Padyshim se kalaja e Vushtrisë është dëshmitari më i mirë dhe më i rëndësishëm i historisë së pasur jo vetëm të Kosovës, por në radhë parë të Vushtrisë, të këtij qyteti të lashtë, me histori të pasur dhe padyshim edhe gjithë qytetarëve të tij. Dua të shfrytëzoj këtë rast ta falenderoj ambasadën amerikane që e ka mbështetur këtë projekt dhe po ashtu ta falenderoj edhe për një bashkëpunim të cilin e kemi filluar në fushën e trashëgimisë kulturore përmes mbështetjes së projekteve të ngjashme siç është ky projekt konservues. Ministria e Kulturës, Linjës dhe Sporteve i ka dhënë një rëndësi të veçantë fushës së trashëgimisë kulturore për faktin se ne kemi një trashëgimi jashtëzakonisht të çmueshme, shumë të pasur dhe padyshim se duhet ta nxjerrim në pa në mënyrë që edhe e kaluara jonë të shërbej si një shembull i mirë për atë se çka mund të bëhet edhe në të ardhmen. Duhet falenderoj po ashtu edhe angazhimin e zotit Shoshi dhe trashëgimisë pa kufi, trashëgimisë kulturore pa kufi, po ashtu edhe të komunës së Vushtrisë për involvimin e tyre në këtë projekt dhe mund të konfirmoj nga ana e Ministrisë së Kulturës se projektet e tilla gjithmonë do të kenë një prioritet, gjithmonë do të kenë mbështetjen tonë dhe padyshim do të krijojnë rezultate të cilat do të na bëjnë të gjithëve që të ndjehemi krenar për kaluarën tonë dhe të shikojmë drejt të ardhmës tonë. Marti, nderuari ministër Krasniqi, nderuari drejtor Shoshi, ju falenderoj që jeni sot këtu, po ndjeni një kënaqësi të veçantë që në komunën tonë, komunën e Vushtrisë, një monument aq i rëndësishëm që është kalaja për Vushtrinë dhe për krejt Kosovën. Në këtë monument realizohet një projekt tepër i rëndësishëm nga populli amerikan, nga qeveria amerikane, përkatësisht nga fondi në mbrojtjen e monumenteve të ambasadorit të Amerikës në Prishtinë, që përmeni shumë e mjetëve, zoti Zavanc, $53.000 disa dollarë. Është një projekt tepër i rëndësishëm për mbrojtjen e këtij monumenti që është në gjendje tepër pronë. Në këtë mënyrë fillojmë ta sanojmë gjendjen e monumenteve të kulturës tonë në Vushtri. Nuk e kemë gjendjen e mirë as të urës, përveç hapësirës që kena arritë ta rregullojmë, nuk e kemë gjendjen e mirë as të hamamit, që nuk në shumë një rëndësi gjithashtu kulturës tonë. Oni kërkon përveç gjithë qytetarët mi se do ta bëjnë gjitha përshkashte mos të zbashku me qeverinë, me ministrët, që këto monumente tërësore të kulturës tonë të restaurojnë e të bëjnë në gjendje në cilën do të krenohet edhe ne ju falenderoj për projekt, për vizitën e juaj këtu. Dhe ju dëshiroj një ditë të këndshme me këtë diell. Besoj që edhe realizimi i projektit Komisionin në destinacionin një praktike të realizohet edhe shumë për apo. Gjithë ato mjetet të shkojnë deri për ato që është për apo. Falenderoj shumë. Në grantin prej $53.870 që i është dhënë trashëgimisë kulturore pa kufi për të ruajtur kalon antike të Vushtresë Sa Marfi. Ai ditën e sotme quajti ditë feste ku do duhej të reflektonte e kaluara
kulturore e Kosovës dhe me shikim ka ardha. Drejtori i trashëgimisë kulturore pa kufis Ali Shoshi si implementuese e këtij projekti bashkë me studentët të Universitetit të Prishtinës, arkeologët e ri ka prezantuar conga idetë e tyre të cilat do të implementohen në kalon e Vështrisë, që është edhe vendosja barierave emergjente për mbrojtje të kalonës. Në vazhdim, zëvendësi ambasadori i Marfi, i shoqëruar nga kryetori Mulaku, ka vizituar edhe urën e Gurit. Hopefully it'd be another day. There will, but this is a beautiful day to be out. We couldn't have scheduled it better. All right, Sally, you took it in here. Okay, Alfredo, Alfredo, come here. Okay.